Lundrimi, pas disa ditësh ku ka kaluar kohë të konsiderueshme pranë shkurtës, vendos më në fund t'i hapet asaj dhe t'i shpreh hapur mendimet e tij. Ai I propozon shkurtës që ata të jenë më afër njëri tjetrit, të krijojnë një lidhje më të veçantë dhe madje të nisin një romancë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Sipas tij, kjo nuk do të ishte vetëm një përjetim personal I bukur për të dy, por edhe një lëvizje e fortë strategjike në lojë. Lundrimi I shpjegon shkurtës se, sipas mënyrës si ai e sheh lojën dhe reagimet e publikut, një çift brenda reality show-ve gjithmonë ngjall më shumë interes. Ai mendon se nëse ata do të krijonin një romancë, qoftë edhe të butë, të ngadaltë, të natyrshme, kjo do t'i bënte më të komentuar, më të shikuar dhe rrjedhimisht më të pëlqyer nga publiku që I ndjek çdo ditë. Sipas tij, publiku shpesh lidhet me histori dashurie dhe I mbështet personazhet që japin emocion, dramë dhe afrimitet. Ai shprehet se një lidhje mes tyre mund të ndryshojë të gjithë rrjedhën e lojës, do të tërhiqte vëmendje, do të krijonte diskutime mes banorëve dhe sigurisht do të sillte më shumë mbështetje nga jashtë. Për lundrimin, kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Nga ana e saj, shkurta fillimisht mbetet e befasuar. Ajo përpiqet të kuptojë nëse propozimi I lundrimit vjen nga ndjenja të sinqerta që ai ka nisur të zhvillojë për të, apo nëse është thjesht një strategji e menduar mirë për të marrë më shumë vëmendje dhe mbështetje nga publiku. Dilema e saj është e dukshme. Ajo e pëlqen shoqërinë e tij, ndjehet mirë kur është pranë tij, por nuk është e sigurt nëse duhet të hyjë në një romancë që mund të komentohen nga të gjithë dhe që mund të ndikojë në lojën e saj. Megjithatë, propozimi I lundrimit e vendos shkurtën në një pozitë ku ajo duhet të reflektojë mbi ndjenjat e saj, strategjinë e saj dhe drejtimin që dëshiron të ndjek brenda shtëpisë.